Rreshtet e shiut të rëna gjatë natës dhe orët e para të kësaj të premte kanë krijuar probleme në aksin rrugor nacional Burrel-Skuraj. Në segmentin e Shkopetit pati shembje të një masivi shkëmbor i cili bllokoi njërin ka të lëvizjes automjeteve nga Burreli në drejtim të Milotit. Megjithatë nuk u pengua kalimi i makinave ndërsa firma mirëmbajtëse ndërhyri menjëherë duke bërë të mundur largimin e gurve. Segmenti i Shkopetit në rrugën nacionale Burrel-Skuraj vazhdimisht është problematik me rënien e gurve apo masivëve shkëmbor, pasi në të gjithë gjatësinë e tij mungojnë rrjetat mbrojtëse apo pengesat e tjera për rënien e gurve në rrugë. Ndërkohë, erërat e forta kanë shkaktuar edhe rrëzimin e disa pemëve në rrugën Martin Camaj pranë pallatit 8 katësh duke bllokuar përkohësisht qarkullimin në Shkodër. Ndërmarrja e shërbimeve publike e ka ndërhyrë për pastrimin dhe lirimin e segmentit rrugor duke mundësuar kalimin e sigurt menjëherë. Ndërsa në bashkinë Fusharës, rreshtet me intensitet të lartë kanë shkaktuar rënje inertesh në segmentet rrugore Fusharës Fiers dhe Fusharës i Ball.